Partia Demokratike protestoi dje në ditën kur u mbajt samiti i Komunitetit Politik Evropian për zgjedhjet e 11 majit, të cilat kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i quan një farsë elektorale. Protesta, ku ishin të pranishëm edhe drejtues politik të Partisë Demokratike, nisi me thirrje nuk i njohim zgjedhjet apo edhe me kërkesën për qeveri teknike. Njoha miqt me të gjithë shkeljet monstruoze dhe binja e përgjithshme ishte se karrierja e Edi Rams qëndron mbi krimin monstruoz të grabitjes dhe plaçkitjes së zgjedhjeve të qytetarëve shqiptar. Të dashur miq, Forumi Botëror i Partive të Qendrës Djathtë u njoh me përdorimin nga Edi Rama të bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës. U njoh me listën e kandidatëve të krimit me në krye Edi Ramën.